Rruga kryesore për në plazhin e Zvërnecit prej ditësh vijon të jetë në ujë. Segmenti rrugor në të gjithë gjatësinë e tij noton në ujë, duke mos të dhënë as pak imazhin këtë të hënë të një rruge, por duke të ngjasuar me një përrua në zonë. Ai sigurisht mund të përshkohet vetëm me varg, pasi me automjet nuk mundesh, nëse nuk do të duash ta shkatërosh atë. Edhe ata drejtues automjetesh, të cilët tentuan ta kalonin me makinë, ngecën në mesin e përrojit artificial të Zvërnecit, duke pësuar dëmet e mëpashme materiale. Zvërneci është një ndër plazhet më të frekuentuara në stinën e verës nga pushuesit. I kategorizuar si plazhi familjarëve, ai mbetet ndër më të preferuarit, ndërsa në vjesht dhe dimër gjithçka zhduket. Ky vend kthehet në një zonë thuajse pa jetë, ndaj është edhe vështirë të gjesh aty qytetar, pasi janë të pakta ata në numër të cilët kalojnë aty. Një prej banorëve të zonës që takojmë sot tregon se ky realitet ka i tillë prej vitesh. Ai thosë se projekti i rihabilitimit të rrugës kryesore të Zvërnecit e ka shkaktuar këtë anomali, një projekt që sipas banorit është bërë pa patur kuneta anësore. Ujërat e shiut qëndrojnë në zonë të grumbulluar prej ditësh, sipas tij, pasi nuk kanë se ku të kullojnë. Për të, sigurisht që mbetet e vështirë për të kaluar në këtë rrugë, duke u kthyer në një mision të pamundur. Tenton disa herë të kaloj dhe më pas sigurisht që kthehet pas. Kështu ka qenë. Qa di bësh ti sot? Thuaj mua qa di bësh. Po pse shkaktohet? Ha? Pse shkaktohet? Pse vjen kjo situatë? Po pse vjen kjo pëskare? Tubo. Është karkimi. Ujra. E natyrës. Po kjo kështu është bërë, vite, të kaloj këte në tortuare, po që në një, tamam në një shofer që ka edukat familjare, s'do iki me shpeci. Po në një arabak të njom, këme kokë. Për shkak të mungesës së kunetave dhe kanaleve kulluese anësore e rrugës, ujërat e shiut vazhdojnë të qëndrojnë prej ditësh të grumbulluara edhe në hapësira territoriale të bareve dhe restoranteve që janë në Zvërnec. Madje të përmbytura, sot janë edhe një pjesë e vendeve që më parë funksiononin si parkingje për këto subjekte private.